Në historikun e zhvillimit të turizmit në Shqipëri gjatë viteve të fundit, edhe pse fluksi është rritur ndjeshëm, ka destinacione të vogla të cilat ndodhen në rrezën e veprimit të destinacioneve të populluara dhe me fluks të lartë turistik, të cilat janë ose të pavizituara ose shumë pak të vizituara, janë destinacione kryesisht të panjohura ose shumë pak të njohura, të cilat jo vetëm që nuk frekuentohen nga ky fluks turistësh që viziton këto qytete, por nuk frekuentohen, pra nuk vizitohen as nga ne vetë, nga shqiptarët, të cilët shumë bukur mund t'i konsiderojnë këto destinacione si ture ose si arratisje ditore. Në fakt është për të ardhur keq që ndodh një fenomen i tillë, sepse një fluks i caktuar turistësh i cili përpunohet nga një destinacion, sidomos kur është një destinacion shumë i populluar, do ishte një frymarrje ose një ushqim shumë i mirë ekonomik edhe për zonat e vogla, sidomos për qytetet të vogla ngjitur me qytetet e mëdha, ose për zona rurale, të cilat shpesh herë ofrojnë një turizëm edhe më të konsoliduar për shkak se oferta e tyre turistike është gjithëvjetore, e orientuar kryesisht nga turizmi kulturor, turizmi historik, agroturizmi ose turizmi i aventurës. Ndodhemi në Kalan e Ishmit, një objekt kulturor i kategorisë parë, e cila ndodhet pak 10 kilometra larg nga Durrësi dhe po kaq pak 10 kilometra larg nga Kruja. Pra, një pikë turistike e mirëfillt, e cila ndodhet shumë pak larg nga dy prej destinacioneve më të populluara të Shqipërisë. Unë sot nuk kam ftuar asnjë historian apo një ekspert të trashëgimisë për të folur për Kalan e Ishmit si një objekt kulturor, por kemi pasur qëllim në këtë episod që t'ju a bëjmë të njohur Kalan e Ishmit si një destinacion ideal ditor, i cili mund të frekuentojë edhe thjesht për të bërë një piknik, jo vetëm për të njohur pra historinë e Shqipërisë, historinë e mesjetës prej ku daton edhe kjo Kala. Qëllimi kryesor i këtij episodi është jo aq për të njohur Kalan në vetvete, se sa për ta konsideruar këtë zonë, pra zonën e Ishmit, të Lalzit, të Kepit të Rodonit, ose një prej zonave më të bukura të gjithë qarkut të Durrësit, si një itinerar turistik ditor, i cili mund të nisë pra prej rrugës shumë të bukur panoramike dhe të asfaltuar me qira fjala, mund të jetë pra një itinerar shumë i bukur ditor, i cili mund të frekuentohet nga familjet, nga aventurierët, madje mund ta bëni edhe në mënyra të ndryshme, që do të thotë me makinën tuaj personale, t'i bashkoheni në një grupi agjencie, ose ta bëni edhe me bicikleta, sepse kjo është një rrugë jashtëzakonisht e bukur, qoftë për nga relievi gjeografik, qoftë për nga natyra që e rrethon. Po le t'ju flasim pak fjalë për Kalan e Ishmit, një kala e ndërtuar gjatë sundimit të perandorisë osmane, kryesisht për qëllime kontrolli ose si një pikë strategjike, e cila do të shërbente për disa qëllime, një prej të cilëve ishte të kontrollonte kryengritjet në zonë. Kalaja i përkiste, pra le të themi zona e Ishmit atëherë i përkiste Sanxhakut të Ohrit, po le t'ju themi pak fjalë për Kalan e Ishmit. Është një kala mesjetare, e ndërtuar kryesisht për qëllime ushtarake strategjike, që të shërbente si një pikë kontrolli në zonë. Lumi i Ishëm ka qenë dikur një lum i lundrueshëm dhe prej tij kalonin anijet që përpunoheshin në skelën poshtë lumit të Ishëm, pra diku rreth pranë gjirit të Kepit të Rodonit, dhe le të themi që kjo kala dhe gjithë garnizoni që e kontrollonte kalan, ndërtuar diku mes vitit 1572 dhe vitit 1574, pra u deshën 2 vjet për ta ndërtuar kalan. Garnizoni që qëndronte në këtë kala do të kontrollonte edhe trafikun e kontrabandës që atëherë kryhej kryesisht nga Venediku, por edhe kryengritjet që mund të zhvilloheshin në zonë, pasi zona e Ishmit i përkiste Sanxhakut të Ohrit, një zonë e cila në atë periudhë kohe, pra në rreth viteve 1570, ka qenë një zonë që ishte, le të themi, e karakterizuar nga kryengritje të mëdha të shumë zonave fshatare dhe garnizoni shërbente, pra le të themi, për të mbajtur në kontroll këto kryengritje.
Duke qenë vetëm 15 kilometra në perëndim të Krujës dhe 26 kilometra në veri të Durrësit, Kalaja ishte pa diskutim një pikë strategjike e cila i jepte mundësi këtij garnizonit të Kalas së Ishmit që të kontrollonte të gjithë zonën, pra gjithë zonën Bregdetin Adriatik e deri në gjersinë e maleve të Krujës, një zonë shumë e gjerë dhe jashtëzakonisht e populluar në atë periudhë, sepse sipas historianëve, edhe pse Kalaja është mesjetare, ka gjurmë që të çojnë në bindjen e studiuesve se është ndërtuar edhe më parë, pra në zonën e antikitetit, në kohën e perandorisë romake apo të fisteve ilire, që do të thotë që vendbanimi mund të jetë edhe më i lashtë se periudha e mesjetës. Kalaja nuk është shumë e madhe, nuk ka objekte të tjera brenda murit të saj rrethues, përveç portës kryesore dhe le të themi një muri pak më të lartë që e mban portën. Pastaj ka muret rrethuese deri në fund, ka disa shtëpi banimi, por mendoj se mund të konsiderohet e vlefshme ose ideale për një piknik familjar në një ditë pushimi. Besoj askush nuk do ta ndalonte këtë. Ajo që është, besoj, e veçantë shumë, është që panorama e saj rreth e qark 360 gradë është jashtëzakonisht e bukur. Te mund të shikohen gjithë kodrat e Ishmit. Nga ana tjetër, përveç kodrave të Ishmit dhe Krujës që duket e gjitha sikur e ke në pëllëm të dorës, duket totalisht gjiri lagunat, gjiri i Lalzit, deri poshtë në Laç dhe në Lezhë. Është një pamje spektakolare, është shumë bukur. Unë nuk e kuptoj personalisht, sepse pas rekonstruksionit të Kalas, njerëzit nuk kanë ardhur këtu për ta vizituar, ose ajo që është më kryesore dhe që gjithmonë e konsideroj të rëndësishme, pse agjencitë shqiptare nuk bëjnë kërkime në terren për të zbuluar destinacione të reja ose vende të reja të cilat janë plotësisht të arritshme dhe nga ana tjetër mund të përbëjnë itinerare ideale për ture ditore. Në mes të Kalas, edhe rruga e shtruar me kaldrëm është shumë e bukur. Unë mendoj që kjo do të ishte për shembull një shëtitore ose një mini shëtitore për të gjithë ata turistë që mund vinin ta vizitonin Kalan, edhe mund të frekuentonin pse jo këto shtëpitë që kanë shumë të bukura, që ndodhen brenda territorit të Kalas, edhe në pamundësi për t'i përdorur si objekte turistike, le të themi që ato mund të kthehen nesër pas nesër në shtëpi pritse ose bujtina për të pritur turistët të cilët do donin të qëndronin një natë në këtë zonën e Ishmit, ose do donin thjesht të përjetonin se sa bukur vinte mëngjesi në Kala, për shembull, ose si është mikpritja e zonës, ose edhe thjesht për të bujtur në një shtëpi shqiptare, duke menduar për shembull që jam duke fjetur në brenda territorit të një kalaje mesjetare, sepse kështu nuk do të kishim vetëm Beratin, një kala të banuar, ose Tepelenën, po mund të kishim shumë bukur edhe Kalan e Ishmit. Kjo është një shtëpi brenda oborrit të Kalas, që do ishte shumë e bukur, sikur të kthehen në një bujtinë për turistët. Madje pas ka edhe objekte shumë interesante në obor, që janë 2 gurët e Mudhirit, të cilët mund të ishin edhe këto objekte të interesit të veçantë për turistët që vinë vizitojnë edhe të shikojnë elemente të trashëgimisë lokale, të jetës së përditshme, pse jo. Shtëpia që ka e bërë shumë bukur, me gur, kam përshtypjen edhe të zonës, pas ka dhe çezmën, te oborri. Rushi që ka akoma plot, shegët ishin plot, portokallet dhe limonat gjithashtu plot. Natyra shumë e bukur dhe le të themi që turizmi rural do kishte një zhvillim shumë interesant, sikur të zhvillohej, pra sikur të ofrohej në këtë mënyrën slow, në këtë mënyrën e formulës bazë të turizmit qëndrueshëm që fillon te komuniteti lokal, i cili mund të përfitojë nga
trashëgimia kulturore, nga trashëgimia historike dhe nga natyra, siç duhet të ndodhë dhe siç ndodh në fakt në shumë vende të botës. Mjaft krahasohemi me Italinë, nuk kemi nevojë të shkojmë shumë larg, por edhe me vendet tona të vogla rreth e qark Ballkanit, të cilat e kanë shumë mirë të zhvilluar këtë pjesë. Pra, përfitimin e komunitetit lokal nga trashëgimia e zonës për të bërë një ndërthurje ashtu siç duhet që të formulojnë më së miri ofertën e turizmit të qëndrueshëm. Ju po thoni që jetoni vetëm ju këtu, pra fëmijët jetojnë jashtë. Pa, është vërtet. Ju ka shkuar ndonjëherë mendja që ta jepni si shtëpi për turistët? Edhe na ka shku, po nuk e kena të planifikuar me gjatë tillë, se nuk s'para na nevojitet si ta përdorim për ta, po edhe mund bëhet, po në të ardhmen për tash nuk e kena planifikuar, nuk është vendosit për shembull ta përdorim për ato tillë. E kena thjesht për vete, për fëmijët tanë, për nipër, për mbesa që vinë këtu për sigurisht. Nuk e kena e dum për vete, ja unë me gjithë gruan time do të vi këtu, jem këtu për shembull, do të vinë fëmijët, do të vinë nipa, mesa, pra e kemi llogaritë, ta kemi për vete, po në të ardhmen edhe mund të përdoret. Edhe mund të përdoret. Mund të përdoret, nuk është problem si për shembull. Kto janë të gjitha shtëpi që i përkasin një fisi, pra fisi tuaj. Po, një fisi. I cili sa vjet ka që jeton këtu? Po, parafërsisht brezi i 5 jam unë. Do me thënë... Pas breze, nga 100 vjet, 500 vjet. Po. Mund të llogarish. Të shë edhe... Po, të shekuj, pra me shekuj. Po, me shekuj. Jeni të vendosur. Po, i kështu. Jemi një fisi. Nuk do kishte qenë keq. Unë shikoj, do me thënë, edhe atë ndërtesën që po bëni atje, që duket si një hotel i vogël, si një bujtim, do me thënë, e keni ndërtuar shumë bukur me këto gurët që janë kryesisht të zonës, edhe nuk do ishte as pak keq sikur të ktheheshin në bujtina brenda në territorin e Kalas, do ta bënte një vend shumë të bukur dhe interesant. Tashti ne nuk jemi se për shembull është vetëm imja, është e vllajt, është e Çunixhaj tjetër, kushëri tjetër. Jemi 4-5 dhe nuk na ka shku në mend, nuk e kemi si ide se tashti Kalaja 2-3 vjet ka që është ndërtuar, rekonstruktuar, kështu që nuk na shkon në mend ta marrim iniciativë të tillë. Megjithatë, duke vendos. Duke parë, duke bërë. Duke bërë, shohim tash se ç'a mund bëhet, ç'a mund vendoset. Shumë faleminderit për mikpritjen dhe shumë faleminderit edhe për shegët. Jeni gjithmonë të mirëpritur. Shega është e Çunixhajit, nuk është e imi, që ta dini. Do të thotë që na e ke dhënë pa leje. Pa leje. E kam marrën kështu pa pyet. Shpresojmë që të mos na thotë gjë Çunixhajit për shegët. Ja, se më i madhur. Shumë faleminderit. Kështu jemi shumë të dashur, nuk kemi ne problem. Ky është muri fundori i Kalas që shikon nga ana e fshatit, edhe që praktikisht ne shikojmë që bashkë me rrugicën me kaldrëm është kthyer praktikisht në oborrin e shtëpisë më të fundit që ndodhet pikërisht brenda territorit të Kalas. Mua po më duket një ambient shumë miqësor, edhe pse fare i shkret, më vjen shumë keq që nuk shikoj në këtë rrugë të bukur me kaldrëm grupe turistësh, të cilët shpresojmë t'i kemi në të ardhmen, sepse Kalaja e Ishmit ndodhet fare pak kilometra drejt jo vetëm destinacionit, pra Durrësit, që është destinacioni kryesor, apo Krujës, i cili gjithashtu mund të konsiderohet një destinacion kryesor, por është, le të themi, pika fundore e një itinerari shumë bukur turistik, i cili, në qoftë se do të përmendim gjithë potencialin e agroturizmit të kësaj zone, që është shumë i zhvilluar, ne kemi të shtrira përgjatë gjithë rrugës së itinerarit që fillon që nga rruga nacionale që futesh për ngjyrin e Lalzit, e deri këtu ku jemi pra në Kalan e Ishmit, mund të fillohet me kantinën Herta, me agroturizëm Huqi, me agroturizëm Bianca, agroturizmi Rada Wine, që është një prej agroturizmeve të reja, Bujtina Topi gjithashtu, një prej më të njohurave të kësaj zone këtu që është kantina Duka, që është në vetvete një destinacion shumë i bukur, një pjesë e mirë prej këtyre bujtinave ose agroturizmave që përmendëm, kanë rreth e qark këtyre edhe liçenet ose ish rezervuaret e dikurshme, që i kanë kthyer ato edhe në atraksione natyrore përveç se një pikë agroturistike,
Dhe mendoni pak sa bukur do ishte sikur prej këtyre bujtinave ose prej këtyre agroturizmave, një pjesë të cilave janë edhe bujtina, pra kanë edhe shërbimin e akomodimit, të vinin për shembull turistët një ditë të bënin një piknik me bicikleta, pse jo? Do ishte shumë bukur që për shembull përgjatë gjithë itinerarit të rrugës automobilistike, që është një rrugë shumë e bukur panoramike, të shikonin pra këto grupet e turistëve, makinat e vogla, bicikletat, pse jo edhe makinat bagi do ishin shumë interesante për t'i sjellë turistët deri këtu lart. Edhe unë e imagjinoj si një zonë me fluks turistik, ndoshta jo me fluks aq të madh turistik sa le të themi sa të krijonte problematika të fluksit, ato që sjell fluksi me vete. Por duke qenë se zona është e banuar, e pajisur shumë mirë me infrastrukturë turistike dhe agroturistike, unë mendoj që kësaj zone tashti i mungojnë vetëm turistët. Dhe kur them kësaj zone, kam parasysh Kalane e Ishmit dhe zonat përreth saj, sepse agroturizmat në vetvete janë të gjitha shumë të frekuentuara dhe të vizituara, sidomos në fundjavë dhe sidomos nga ne vetë, pra si konsumatori i përditshëm, që do të thotë turisti shqiptar ose turisti domestik, që shpesh herë lihet jashtë vëmendjes, por që është shumë i rëndësishëm për mbarvajtjen dhe jetëgjatësinë e biznesit në 365 ditë të vitit. Një element i çmuar që e bën shumë më të kompletuar ofertën turistike të Kalas së Ishmit është edhe fakti që mu tek porta e Kalas ndodhet varri i piktorit të mirënjohur shqiptar Ibrahim Kodrës. Kur piktori u nda nga jeta, edhe pse jetën e tij e kaloi të gjithën jashtë, ai shprehu dëshirën, amanetin pra, që të varrosej pikërisht në vendlindjen e tij në Ishëm. Dhe ky monument, vendprehja e tij, prezenca pranë Kalas, do ta bënte këtë gjë, pra do ta bënte ofertën turistike të Kalas së Ishmit një fakt shumë tërheqës për çdo adhurues të pikturës, jo vetëm të piktorit ton të nderuar Ibrahim Kodrës, i cili është quajtur pra për shkak të famës ndërkombëtare që kishte, është quajtur edhe Picasso-ja shqiptar, por do ta bënte, le të themi, të kompletuar edhe nga ana e vlerave turistike të një oferte që nuk do vihej këtu pra vetëm thjesht për të parë një kala, por shumë pelegrin të artit kubik mund të vinin të vizitonin vendprehjen ose monumentin e Ibrahim Kodrës. Dhe nuk do kishte qenë as pak keq sikur në vend të këtij objektit që ndodhet pranë varrit, që nuk kuptohet tani se çfarë është, por është një objekt i braktisur, mund të kishte qenë për shembull një muze i vogël memorial me veprat e Ibrahim Kodrës, që edhe pse mund të mos ishin veprat e tij origjinale, që do kishte qenë akoma më bukur sikur të ishin veprat e tij origjinale, pra të ndërtohej një muze i vogël pikërisht këtu pranë Kalas, çka do ta bënte shumë më tërheqës destinacionin, por edhe sikur të ndërtohej një muze thjesht memorial me riprodhimet e piktorit, do të kishte qenë një destinacion shumë tërheqës, sepse mendoni pak grupet e mëdha të vizitorëve dhe të adhuruesve që vizitojnë për shembull shtëpitë e personaliteteve, të piktorëve, të shkrimtarëve në destinacione të ndryshme, ku shpesh herë adhuruesit shkojnë enkas për të vizituar shtëpinë e, le të themi, idhullit të tyre në art, në muzikë, në letërsi, në kudo qoftë, ndërkohë që ne Ibrahim Kodrës i kemi kushtuar vetëm këtë varr, shumë mirë që e kemi bërë edhe këtë gjë, por nga ana e përkujdesjes dhe e frekuentimit, le të themi që kjo zonë është e nivelit 0. Sot ju treguam pak për Kalan e Ishmit, një destinacion ideal ditor në aspektin historik, kulturor, natyror, edhe atë agroturistik, nëse do marrim gjithë itinerarin, pra që nga rruga nacionale e deri këtu në destinacionin fundor. A ja vlen ta vizitoni? Absolutisht po. A do të keni mundësi ta vizitoni duke ju bashkuar grupit të një agjencie? Nuk e dim. Por ja vlen të vini qoftë edhe vetëm me mjetin tuaj, pra me makinën tuaj, me familjen tuaj, në një fundjavë të bukur plot me diell për ta konsideruar si piknik, por duke vizituar një objekt të trashëgimisë tonë kulturore,
të cilin mund ta vizitoni me familjen, t'i bashkoheni një grupi agjencie, ose në mënyrë individuale. Ne do t'ju lëm takim në episodin e radhës In the Flow. Mirupafshim!